Rikthehemi në studio pas këtyre momenteve muzikore dhe të gjitha vajzat i bëjnë syt 4 për të parë disa aksesor shumë të veçantë, të cilat përgjithsisht karakterizojnë këtë stilën e bukur të verës, ku ne kemi tendencën të stilohemi pak më ndryshe, por e veçanta e këtyre aksesorëve është që nuk janë pjesë e tregut, pra pjesë e fabrikave që prodhohen shumë njëkohësisht me të njëjtën formë, me të njëjtën ngjyrë, por janë krijime artistike, të krijuara në formë artizanale në kushtet e shtëpisë, por shtyrë nga një talent, nga një dëshirë e madhe për të bërë gjëra të veçanta dhe të bukura, dhe tashmë kërkesat e atyre që i kam parë tregojnë në një farë mënyre që ne i pëlqejmë gjërat unike dhe të veçanta. Kam kënaqësinë që të kem në studio Anisa Hoxhën. Mirë se erdhe, Anisa. Mirë se ju gjeta, shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kam në studio me aksesor kaq të bukur dhe të veçantë. Vërtet të komplimentoj. E para për talentin, sepse mund të kesh dëshirë, por kjo është një talent më vete. Dhe dyta për durimin e jashtëzakonshëm për të bërë këto krijime kaq të vogla, por kaq të veçanta. Shumë faleminderit, edhe që më bëre pjesë të programit. Është kënaqësi që të ndaj këto edhe me publikun, që gjithsesili të gjej pak veten ndoshta tek punimet e mia. Janë punime të cilat tashmë janë edhe në duart e klientëve. Ti besoj e ke nisur si një pasion personal për të bërë gjëra të veçanta për veten tënde. Dhe filluan shoqet pastaj të donin gjëra të bukura dhe për vete. Unë fillimisht e kam nisur me kurorat, që i kemi edhe këtu tek Sporta. Sporta është një kështu shenjë dalluese e ime me kurorat. Më pëlqyen shumë si ide kur doli një trend para 2 vitesh, po patjetër, madje edhe mund ta vendosësh një. Ja. Kurorat, shisa të bukura tipike për stinën e pranverës, e cila iku, por edhe verës tashmë, sidomos për plazhet. Në plazhin përpara. Natyrisht që po. Kjo vjet në kokë apo jo? Vjet në kokë, me lidhsen të mundson që ta përshtatet sipas madhësisë, edhe për fëmijë, edhe për mosha më të rritura, edhe për modele të ndryshme flokësh, mund të rrethohet. Që të mos kushtëzoj, po themi, se kush mund ta përdorë ose jo? Po, ide tjetër është që mund vendoset edhe në kapele, prandaj më thënë dhe lisja, shërben. Dhe ti, përveç se krijon, ti jep edhe ide se si mund ta përdorësh, apo jo? Në forma nga më të ndryshme. Edhe si mund t'i kombinosh me fustane, me rrobat e banjës. Kjo pra ishte, po themi, krijimi i parë i yti, apo jo? Krijimi i parë po kurorat, kam bërë fillimisht një për vete dhe një për motrën, edhe pastaj u pëlqyen shumë edhe nga mikeshat e mia, por kur i vendosnin për shembull për ditën e verës, që është ai angazhimi shumë i madh, domethënë, kur i vendosim na dalonin në rrugë dhe na pyesnin që sa të bukura, ku i keni bler, po janë të bëra me ly natyrale, edhe që duke thënë që i kam bërë vetë dhe bravo, duke parë entuziazmin shumë edhe atë kërkesën, domethënë mendova që pse jo mos të bëj dhe unë një diçka, ta vë në punë këtë talent që kam. Dhe kështu avash, gradualisht fillova që t'i bëj disa kurorat të tjera, me ngjyra të tjera, me lule të tjera. E kështu nisi të? Kështu nisën modelet e shumta. Unë po shoh se si e ke realizuar, edhe është një punë, e themi punë vërtet krijuese, e bërë me dorë, por që shumë e saktë, pra kërkon një përkushtim në detaj. Është edhe një proces i lodhshëm, besoj, Anisa, apo jo? Po, është pak i lodhshëm, sidomos në fillimet e para që nuk e kisha marrë shumë mirë dorë. Po, se tani e di se bëhet kurora dhe punojnë duart. Po, tamam punojnë duart. Edhe tani është pak më ndryshe. Tani thjesht përkushtohem që të gjej lulet sa më të bukura, që të krijoj modelet, sepse kurorën e bën lule që unë zgjedh. Kështu që... Në një farë mënyre, është një proces i vështirë, po është një proces i bukur, nga fillimi në fund dhe sidomos në momentin kur ti personet që a jep, shej që i pëlqen, edhe i kryon atë ndjesim. Po, komplimenti më i madh që unë marr është pyetja nëse janë me lule natyrale. Kjo është fantastike, domethënë, sepse këtu krijon që ti kurorën e ke bërë, domethënë, aq të bukur sa mos të dallohet. Lule natyrale s'mund të jetë, do ishte një përdorimshë pastaj. Po, edhe unë këtë i them, është më mirë kjo se e kena afat gjatë. Jo, në fakt duken lule tamam plotit, pra edhe në përzjedhjen e luleve të duhet shumë punë, edhe në kombinimin që ti i bën luleve me njëra tjetrën për të dukur sa më origjinale, apo jo? Po, sepse lulet nuk merren gjithmonë nga njëjti vend. Mua atje ku i pëlqej, shkoj futem, i pyes, i marr dhe pastaj gjej një mënyrë që ti vendos në kuror bashkarisht duke i kombinuar. Sa kohë të merr krijimi një kurore, po them? Krijimi një kurore mund të marrë diku tek 40 minuta deri në 1 orë, që ta mbarosh, domethënë, me detajet siç duhet. Pastaj ka edhe kurora më të komplikuara që duan më shumë, sepse kanë më shumë lule, më thënë kërkojnë më shumë kombinime dhe në ato mendimin se si do bëhet kurora, edhe ajo kërkon kohën e vet. Kërkon dhe përkushtim, për shembull, me puplat e bardha, shu ata aksesorin që natyrisht duhet jetë për pjesën e kokës, apo jo? Po, ky është një aksesor i ri, Stil indian, në duket mua. Kam bërë stili indian. O shumë e bukur, me gjitha të, duket kështu si ato
aksesorët e gatshëm që mund t'i gjesh nëpër vitrinë. Kjo kërkon pak kohë, sepse janë pëndë të vendosura një nga një. Dhe që duken të unifikuara gjitha bashkë. Që mos të kryoj hapësira dhe të duket e një trajtshme kur vendoset në kokë, dhe pastaj kapet me këtë ripin e thurur gërshet. Nga prapa, sipas madhësisë, edhe kjo përsëri mund të... Edhe kjo një gjë shumë e veçantë. Me puplën, sa lehtë dhe e vështirë është të punosh? Pupla është shumë delikate. Pikërisht, ja duket. Po, shumë delikate, janë shumë të holla, edhe të duhet shumë kohë, edhe teksturi është pak, sepse nga që janë shumë të imta, të duhet shumë përkushtime edhe për t'i parë që t'i vendosë si që duhet. Megjithatë unë kam me shumë pasion edhe më pëlqen që të merrem me to. Të duken të gjitha kështu, të lehta në momentin kur ndodhin. Sigurisht, pash atë aksesor sepse mu duk shumë e veçantë dhe është në fakt e veçantë, nuk është një gjë e zakonshme, edhe për ta vendosur, besoj e vendosi person i guximshëm që do të duket stil, nuk është aksesor i përgjithshëm. Apo jo? Aksesorët më të përgjithshëm që janë që janë përqyer shumë janë vëthë Dreamcatcher. Dreamcatcher përsëri vjen nga kultura indiane, janë kapse të ëndrave. Edhe mbas tyre qëndron një legjend që ato zakonisht përdoren si aksesor të mëdhenj, që janë këto, ose akoma më të mëdhenj si... Ja, këto i mësuar të shohin vërtet në për filma indian, dhe më thënë të ngjashëm. Por ti ke alternuar dhe ngjyrat, se mi mësuar të shohim atë ngjyrën kafe tradicionale. Si pas dëshirave të vajzave, shkojnë edhe punimet e mia. Kjo si mund të përdoret tani, se kjo... Ajo është përdorë shumë për të varur në makinë. Si një varse, ku mendoja ku mund t'a vë, do më thënë. Edhe si varse, po është një version pak më i vogël, se duke që sa ajo është pak e madhe, nuk është se duket bukur, do më thënë kështu me qafë. Edhe një mënyrë tjetër është, e kam përqyrë shumë për të vendosur tek çantat. Apo s'doli moda e këtyre puplave shumë gjyrëshe. Edhe zvëndsuan atë topin kështu të dimrit, e zvëndsuan me Dreamcatcherin në verë. Në verë. Ka pasur interes? Se është edhe një kulturë ndryshe, po themi. Ka pasur është një kulturë ndryshe. Pjesa e kulturës amerikane indogjene ka hyrë shumë tek pjesa e stilit bohemian, edhe ka implementuar shumë element nga ky stil, edhe duke qenë se stili bohemian është bërë shumë trend kohët e fundit, trend janë bërë edhe këto aksesorë. Për fat të mirë, në rastin tënd. Po shoh këto vëthët. Jo, dhe unë frymëzuar nga kjo, po, natyrisht që i kam bërë. Por që ideja nuk e ti e vetmja që e preferon, por është edhe pjesa tjetër që e preferojmë po ashtu. Gjej një mbështetje edhe unë që të vazhdoj me punën. Sepse kjo duket kështu shumë e bukur për syrin, por shoh që ka një pupull portokalli, ka një tjetër. Po, ka një kombinim që, më thënë, të bëhet sa më e pëlqyeshme për syrin, edhe të gjej mundësi dhe kombinimi me veshjen, me tiparet. Janë aksesorë të vegjël, por që bëjnë një diferencë shumë të madhe në momentin që ne i vendosim në funksion. Për të shkuar pak edhe tek varse, sepse nuk mund, besoj këtu jemi në tek varse të. Jo, dhe ajo është aksesor për në flok. Edhe kjo për në flok. Dhe ajo është për në flok, kjo është tipikja që tha me ngjyrave të... Po, pra. Ja, mund të ta vendosë ty. Dëgjoj, kjo mund të vijet edhe varse, kam përshtypjen. Vendoset dhe varse, por është preferuar më shumë si aksesor për kokë. Kjo ka mundësinë e lirimit dhe shtrëngimit me zinxhir. Edhe vijet për parë kjo pjesa? Kjo vendoset në anë ose mbrapa. E kuptoj, që nga për një kokë më të vogël, po gjithsesi ideja për ta kuptuar se si funksionon. Kjo është shumë interesante dhe kjo besoj duhet jetë tipike verore, për shembull për plazhe, ë? Për plazh, po për plazh, për foto, se fotot janë çështja e ditës, domethënë. Në fakt, shumë interesante se për shtypjen e parë pata që duhet ishte këtu. Por nëse ju nuk guxoni deri në atë pikë mund ta përdorni edhe kështu, çështje shijeje edhe kjo pjesë. Për të kaluar pak edhe tek aksesorët që mund t'i quajmë disi më të thjeshtë. Më të thjeshtë janë çokerat, që edhe këto janë bërë shumë trend, janë ky version vjen edhe me ngjyra përsëri. Kjo tani vendoset? Vendoset direkt e mbas qafës. Në ngjitur në qafë, më duk. Prandaj është kaq e ngushtë. Prandaj është kaq e vogël. Vendoset direkt pas qafe, po. Dhe njësoj si ai janë edhe këto që është pak më e hollë dhe ka një element të varur që gjithsesi domethënë. Kanë qenë dikur shumë në modë këto. Jo se në vitet 90, po, dhe janë rikthyer tani pra. Janë rikthyer përsëri si çdo gjë që moda reciklon vetveten. Pra ka shumë opsione apo jo Anisa? Po, unë përpiqem që të gjej detaje sa më të lezetshme, që mos t'jenë në treg, ajo që ti the dhe pak më përpara, që nuk e gjen në treg, i gjenin tek unë. Anisa mund t'ja u bëj me këto dy duar, po si i gjen, po themi, aksesorët, pra materialet për t'i krijuar, se ndonjëherë duket e vështirë, janë aq shumë materiale të lidhura me njëra tjetrën për të krijuar atë imazh. Po, kërkojnë shumë materiale të imta, të gjitha, megjithatë i gjen, domethënë ka këtu tek ne. Ka në artikujt e rroba qepësisë, gjen pjesën e zinxhirave të kapseve të
vëthve, pastaj lulet, si që të thash, i gjej kudo ku Po, më lule ka për fat të mirë, kudo? Gjej materiale telash edhe në dyqanet e hidraulikëve, dhe me thënë në vëndet ku nuk të shkon pra, mëndje që mund mund të të shini gjesh. kudo, do me thënë, duke kërkuar materiale pune, që ja lehtësojnë të gjithë këtë procesin. Megjithatë, kërkesat duket që nuk kanë munguar, ti ke sjellur një pjesë për tyre, do të thotë që këtë ditë nxehta për ty kanë qenë më se aktive për të përfunduar porosit. Po, kanë qenë goxha aktive në fakt, dhe unë duhet ta racionoj edhe kohën, sepse punoj... Sa duhet thë, ti punon edhe ma thua edhe njerë profesionin që kisha? Po, unë jam konsulente financiare. Konsulente financiare, pra nuk e ka punë të parë, këtë e ka pasion dhe punë të dytë shumë të mirë. Punoj në një firmë konsulence si ekonomiste, sepse për ekonomi kam mbaruar edhe shkollën. Dhe pas ditën ja dedikon një pjesë të kohës? Më shumë fundjavave, sepse pas ditja pastaj ka dhatë ngarkesën e saj post pune, por që përpiqem që ti racionalizoj kohën, që të më ngelet edhe për jetën personale, edhe për punën e parë, edhe për pasionin. Edhe për pasionin, që është një punë shumë e mirë. Prej sa kohë është e bën këtë gjë, Nisa? Por rreth pak më shumë se një vit, kam që është zyrtarizuar edhe me një faqe në rrjetet sociale, ku më ndjekin. Si të ndjekin, si të gjejnë në rrjetet sociale? Blue Rene Handmade, Rene e shihni edhe të këvartja ime. Blue Rene Handmade, aty ju mund të bëni porosit tuaja, sepse ne kemi sjellë në studio aq sa mundëm disa aksesor, por në këtë faqe mund të gjejnë gjithçka. Apo jo. Kryesisht to janë për verën, ne e theksuam, por kjo nuk do të thotë që ti edhe në sezonet e ftohta nuk sjell krijime që i përshtaten sezonit. Po, kam edhe për sezonet. Në sezonin e dimrit kam një produkt shumë të veçantë që janë bataniet me 2 anë. Bataniet me 2 anë. Bataniet të holla. Tregoj njerë që janë këto. Këto janë bataniet të holla, të cilat kapen duke u lidhur së bashku me njëra tjetrën, edhe krijojnë një stilthek në gjithë anët e tyre, edhe për shembull kur ish trirë në divan që shikon atë filmin e darkës, apo qoftë edhe në pranverë në një piknik, përdoren shumë. Pra mbulesat praktike të momentit. Po, janë më të vogla se bataniet normale. Megjithatë janë shumë të ngrohta, këtë komplimente kam marrë nga gocat që kam porositur. Pra edhe materialin e ke gjetur të mirë. Po, është shumë e lezetshme dhe pastaj për festat e fundvitit, për festën e Krishtlindjeve kemi kurorat festive, që kanë pjesë të tyre trëndafilin e tharë, që është ajo si elementi kuq. Edhe pjesën e bredit pastaj, që janë këto shiritat, sepse dhe ajo nuk bëhet me natyrale, përsëri me pjesët artificiale që unë gjej në tregë. Kështu që edhe për festat i gjenë... Edhe për festat, dhe për pjesën e vjeshtës pastaj, janë kurora që vinë të tonalitetet portokalli, më neutrale, ose janë edhe aksesor për në kokë, të cilët krijojnë me perla, me gur të ndryshëm, edhe ato janë preferuar. Dhe kur vjen vera, shpërthen me ngjyra, kolore, dhe me gjithçka tjetër. Ngjyrat. Natyrisht që po, një punë shumë specifike, por çfarë është preferuar më shumë nga këto të paktën nga vajzat? Duke qenë se unë kam nisur me kurorat fillimisht, pjesa e vëthve dhe pendët kanë hyrë rishtozit, domethënë. Kurorat janë preferuar shumë, dolen një trend kështu shumë i paparë, sidomos verën e kaluar, edhe janë kërkuar jashmase, madje edhe shikoja edhe rrugëve të Tiranës, gocat me kurorat e mia edhe entuziazmohesha shumë, domethënë. Po i kthejnë në një trend, është bukur kur mendojnë që stili që ti e kishe të përvetësuar për vete, filloi të përhapet dhe tashmë mund të jetë një trend që ti e sheh kudo, apo jo? Ndihesh shumë mirë me veten. Është një shtys për të vazhduar më para. Megjithatë edhe vëthët në stilin e Dreamcatcher janë përqyrë jashmase, sepse ka shumë shmëri ngjyrash, modelesh, arrin t'i kombinojnë me stilet të ndryshme. Unë kam sjell një kombinim me turbanin, që është edhe turbani një lloj stili shumë trend këtë verë. Këtë duhet të dish ta lidhesh, besoj, apo nuk është e komplikuar, duket shumë e komplikuar. Duket e komplikuar. Mjafton të kërkoni tutoriale në YouTube edhe do ta gjeni një herë. Pra, varianti është shumë i thjeshtë, mjafton të mendoni, të dini se çfarë kërkoni nga vetja dhe pastaj çdo gjë kthehet në praktik. Të gjitha veti bën të dashur të të ndihmoj dikush, ke ndonjë person që ndonjëherë kur ti ke shumë porosi të jep një dorë. Mami. Mami. Pra edhe mamin e ke përfshirë në këto punët. Po, ajo kur e shef, edhe motra pa, kur e shef që unë jam shumë ngarkuar, domethënë mund të ndihmoj unë në një gjë, dhe janë një pjesë të vogël për shembull të rrethimit të vëdhve që nuk është se kërkon në një vëmendje shumë të madhe, e bëjnë pastaj pjesën tjetër merrem unë se është ajo çështja teknike që unë ma sheh dhe syri, duhet me syrin tënd. Po.
Edhe tek lulet, pastaj mund të vendosin fjongon për të më ndihmuar, se dhe fjongo e kërkon kohën. Mirë, mund të ta vjedhin pak zanatin, kështu, në një moment caktuar. Brenda familjes ngelet. Brenda familjes, se mund të kthejnë në një mini fabrikë brenda familjes, për të krijuar të gjithë së bashku të tilla aksesorë. Megjithatë, ti do të pushosh, apo jo, edhe për vete, se duket ndonjëherë me kaq shumë punë në të njëjtën kohë, sikurse ke punën e parë, ke punën e dytë. Naturisht, jena të vrut porosisht, do t'i dorëzosh, ë? Po, unë i bëj të gjitha, unë i bëj, unë i dorëzoj, në të një gjithë kohën për çdo gjë. Megjithatë Vera është ajo që ka më shumë fluksin e porosive, pastaj fillon edhe gradualisht bie nga pak, kështu që e bëj pushimin në stinët e tjera. Që e rëndësishme që është Vera e tillë. Po, më pëlqen shumë kur shikoj vajzat me aksesorët e mi, edhe kur më dërgoj fotot, edhe që i kam pëlqyer shumë, duken shumë herë më të bukura live, më thonë, mojtë, ma jo është ideja. Sepse ke zgjedhur një stil të veçantë në fakt, sepse ka shumë është rikthyer tashmë vitet e fundit kjo dëshira për të bërë gjëra në formë artizanale, sepse ishim të referuar komplet në drejt asaj çfarë ofronte tregu dhe janë shumë vajza që kanë zgjedhur, po themi, detaje nga më të ndryshmet. Por ti ke zgjedhur këtë gjë, një pikë delikate, me shumë zërë që ka të bëjë me stilin. Dhe kur bëhet fjalë për stilin, asnjë vajzë nuk mbetet indiferent. Apo jo, besoj, vajzat të gjitha moshave të shkruajnë, të kërkojnë. Po, madje kam kohët e fundit, kanë qenë festat e maturës, dhe kurorat me lule janë preferuar për prapë për festat e maturës. Edhe për festat e maturës. Po, i shoqërojnë me fustane, madje një vajzë ajo donte që siç kishte lulet e kurorës të kishte pjesën e fustanit me lule, dhe përveç se kurorës unë i gjeta edhe lulet që i përshtata i mëra një tufë shumë të madhe që ajo t'i vendosën në fustan. Edhe këto ditë kam mbrëmjen e maturës edhe pres foto dhe nga ajo. Dhe nga ajo. Megjithatë të duhet, domethënë kërkon goxha kohë, Anisa, edhe për këtë çështjen, për të qenë në terren dhe për të kërkuar ku mund të gjesh material. Dhe kjo është një goxha investim kohe, apo jo? Kjo fatmirësisht unë e kam, më thënë, i kam fiksuar ato pikat e mia në momentin kur nuk kam qenë në punë, që kisha dhe kohën akoma dhe më të lirë. Kështu që tani që e di ku i gjej, thjesht jam e përqendruar që të shkoj tek ai vend në vrap, ti blej ato që kam për të blerë dhe pastaj vazhdoj me pjesën tjetër të ditës. Pra, ke disa pika ku referosh për të ta lehtësuar pak punën. Për vete sa vite ke që bën kështu gjërash? Për vete, po gradualisht që në gjimnas kam krijuar, më thënë, nga pak gjëra të vogla, po atëherë kanë qenë shumë modeste, se dhe stili ka qenë më ndryshe, flasim për këtu dhe para 5 vitesh, domethënë, kështu që gradualisht ndryshon dhe stili, edhe unë kam krijuar një lloj tematike të stilit tim që më pëlqen. Kështu që kam vazhduar edhe me krijimin e produkteve. E kishe menduar ndonjëherë çdo të kthej në punë kjo, se është një punë e mirëfillt, edhe pse ti e ke të shtyr nga profesioni. Realisht kur e nisa 10 nuk mendoja që do kishte një boom kaq të madh. Edhe madje jam shumë mirënjohësi që më ke ftuar në emision, sepse thash pas një vite punë, një vit e pak, domethënë, i dha dhe rezultatet që unë ftohem edhe flas për punën time. Një punë shumë e bukur, shumë e veçantë, edhe nuk është e zakonshme, jo çdo kush mund ta bëjë. E para nga talenti, e dyta përkushtimin që kërkon, dhe treta durimin e madh që kërkon. Unë kam shumë durim, për gjërat që më pëlqejnë i shkoj gjithmonë deri në fund, edhe pasioni për të krijuar nuk më ka humbur akoma. Do të jam akoma shumë e zellshme për të krijuar, gjithmonë gjej mënyrat që të përshtas qoftë ngjyrat, qoftë modelet. Dhe kërkon modele të reja që do të thotë ti tashmë je profesioniste për të realizuar këto aksesorë që ne shohim, por besoj për të qenë gjithmonë e kërkuar dhe në trend, të duhet edhe të eksplorosh edhe çfarë ndodhi jashtë, për gjetur dhe stile të reja, besoj. Po, për shembull, çokerat nuk janë shumë në stilin tim, unë kam edhe qafën e shkurtër edhe nuk më shkojnë. Pra sheh edhe këto detaje edhe fiziku. Po, megjithatë, duke qenë se është bërë trend, mendova pse mos t'i ofroj dhe unë, edhe gjej detaje të vogla që të pëlqehen. Ti përshtat në edhe i kam preferuar. Po, i kam preferuar shumë sepse janë bërë shumë trend nga rrjetet sociale. Rrjetet sociale janë një reklamë e jashtëzakonshme, domethënë për çdo produkt që del. Që në moment që diçka bëhet trend dhe unë e nxjerr në të njëjtën kohë, kërkohet jashtë mase, kërkohet shumë. Megjithatë, rrjetet sociale janë marketingu më i mirë dhe është free. Dhe është free, përveç të tjera nuk duhet paguash për të bërë reklam. Ka reagime aty me fotot? Ka komentet, pëlqimet, pyetjet që unë marrë vazhdimisht mbi porosit, mbi produktet. Dhe besoj, janë çmimet përballueshme për këdo. Pra, në raport me... Duke qenë se unë i kam nisur sepse nuk i gjeja diku tjetër dhe i bëja vetë. Si nevojë, pra. Të njëjtën gjë kam menduar edhe për vajzat që do porosisin tek unë, që ato janë në të njëjtat kushte, që mos të blenë një diçka të shtrenjtë, po vin blenë një diçka të lezetshme tek unë me një çmim të përballueshëm. Natyrisht po, ajsa sepse ne e dimë që kudo vlerësohet shumë puna dhe krijimet të cilat të realizohen
kështu në formë artizanale, është punë një përkushtim shumë të madh, aq më tepër kur janë të veçanta dhe janë, le të themi, unike. Vetëm i ke ti, mund të ketë dikush tjetër të ngjashme, por nuk janë fabrik, sepse ne e kemi atë merakun për të mos qenë të gjitha njësoj. Një pjesë e madhe e modeleve mund të jenë bërë vetëm një herë, sepse mund të kemë rastësi që kanë qenë shumë pak lule, ose që kanë qenë shumë pak pend, dhe nuk përsëritën dhe vajzat janë shumë të kënaqura, ato shumë mirë, kam vetëm unë, nuk e ka njëri tjetër. Është një kënaqësi më vete. Kështu që vajza nxitoni, nëse doni të bëni ndonjë porosi tek Anisa, tashmë nëpërmjet rrjetit social dhe njëherë. Blurene Handmade. Blurene Handmade, aty mund të bëni porosit tuaja për të qenë ju vajza më trendi dhe më e veçantë në plazh. Kjo është tendenca. Dashur, faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe ty për ftesën. Krime shumë të veçanta, uroj që të kesh sa më tepër punë. Faleminderit. Kështu miq të dashur, kemi dhënë një sugjerim shumë të këndshëm këtë pjesë të parë të emisionit. Është verë dhe mendojmë për të gjitha detajet, sikur sa mendojmë për shëndetin, sikur sa mendojmë se si të paraqitemi në plazhe, se si dukemi bukur, ja, është edhe një stil i cili referoj vetëm për vajzat, jo për djemt. Shkemi njërë në hapësirën tonë publicitare dhe bëjmë i gati për të ftuarit e radhës. Më kanë munguar bisedat sportive gjatë këtyre ditëve të Europianit, duke qenë se janë krye fjalë, por tashmë jemi në një fazë shumë të rëndësishme në përballje të gjysmëfinale, ndaj unë kisha kënaqësinë të ftoja një mik në këtë studio, por edhe një profesionist i cili ka mundur fazën kuqezi në Francë, ta shijoj nga afër dhe ta ndjek, le të themi, me të gjitha zhvillimet, ovacionet që pati pikërisht në pjesëmarrjen e saj. Në Skar që është me mua në studio, mirë se erdhe Eno. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kam në studio, edhe për të na sjell pak emocione France, të cilat ti munde kësaj here të përjetosh nga afër, besoj ishte ndryshe një profesionist që të jetë atje për të ndjekur kombëtare. Sigurisht është ndryshe, sepse të tilla situata jemi mësuar të shohim me një farzilie nga ekrani i televizionit për kombëtaret e tjera, raportimet nga qendrat stërvitore, stërvitjet atje, grumbullimet, masat e sigurisë gjatë gjithë kohës, entuziazmi i banorëve për kombëtaret ndryshme, edhe për më tepër aty ku ishim në Pero Girek, ishte një entuziazëm për kombëtarën shqiptar, sepse ishte vetëm përfaqësuese e Shqipërisë, akomoduar në Bretajnë dhe ishte shumë bukur, njerëz që dilnin dhe shpalosnin fanellat e kombëtarës shqiptare, që thonin fat mbar Shqipërisë, duam të rinë sa më gjatë. Ishte shumë bukur, vërtet shumë bukur. Duke diçka historike për Shqipërinë, siç edhe ishte, por historike edhe për ne gazetarët që punuam në lidhje me pra një ëndër e prekur tashmë konkretisht për të gjithë, apo jo? Patjetër. Kështu që gjithçka, edhe pse e lodhshme, sepse duhet thënë kur je në krye të detyrës ti je në mision, megjithatë të është dashur të shohësh se si, po themi, është një ditë e zakonshme e një kombëtareje, e skuadrave, e futbollistëve, duke nisur që nga pjesa stërvitore, se si ato para përgatiteshin për përballjet e radhës, si ishte i gjithë ky proces duke u parë nga afër? Ishte shumë interesant, sepse çdo gjë lidhet edhe me kërkesat që ka trajneri. Dhe Xhani Debiasi në këtë rast ishte treguar një rreshter i vërtet, ishte kërkuar qetësi dhe përqendrim absolut tek ndeshjet e kampionatit evropian, gjë që është menduar që kur është zgjedhur Pero Girek si rezidenca e kombëtares. Ishte një vend shumë i bukur, shumë interesant, por shumë i qetë, sepse duke qenë një vend turistik, aty gjithë lëvizja dhe zhurma, po themi kështu, përqendrohej në mes të korrikut dhe gushtit. Pra qershori ishte krejt i qetë. Edhe pse po ndodhte kampionati evropian, se pretendoj që kishte një zhurmë kudo. Edhe pse po ndodhte kampionati evropian, Pero Girek ishte vend shumë i qetë, dhe ajo që më ka bërë përshtypje gjatë gjithë kohës ishte dashamirësia e francezëve apo banorëve të Pero Girek për kombëtarën shqiptare. Shikoje gjithandej dyqane me fanellat e Shqipërisë, flamujt, mirë se erdhe Shqipëri, ju urojmë fat mbar. Kishte nga këto raste. Kishte pritje për shqiptarët, ashtu sikur se u tha. Madje të treja ndeshjet, sepse duke qenë të akomoduar në Pero Girek, ne nuk e kemi ndjekur kombëtaren gjatë ndeshjeve. Po mirë, ishte pjesa e tifozëve. Kemi qëndruar gjatë gjithë kohës në rezidencë dhe ndeshjet e kemi parë në një lokal, Les Celtic, ku përqendroheshin tifozët francezë dhe shikonin ndeshjet. Dhe kemi parë ndeshjen edhe Francë-Shqipëri aty. Dhe në përfundim, ne me fanellat e Shqipërisë dhe ata fanellat e Francës, erdhën dhe na thanë,
na vjen shumë keq, por Franca nuk e meritonte këtë fitore. Pra kishte një lloj dashamirësie pavarësisht rezultatit final. Shumë, ka bërë shumë përshtypje, sepse gjithmonë kemi pat atë mendimin që francezët nuk është se kanë një preferencë të madhe për shqiptarët për më tepër, por jo, ishte shumë ndryshe. Një dashamirësi shumë e madhe për Shqipërinë, madje tek tuk dëgjoj edhe përshëndetje shqiptare në gjuhën shqipe nga ana e francezëve. Kjo ishte gjë shumë e bukur. Për sa i përket pastaj pjesës ku fillonte stërvitja, Gianni De Biasi ishte shumë strikt në mënyrën se si funksiononin gjërat. Nisej skuadra nga Agapa Hotel, që ishte rreth 5 minuta larg Yves Le Jeannot, stadiumi ku kryente seanca stërvitore përfaqësuesja e Shqipërisë. Mbërrinte aty, ishte 30 minuta përpara ishte konferenca për shtyp ku të përzgjedhurit e teknikut dilnin dhe jepnin konferencën për shtyp dhe në përfundim të saj ishte seanca stërvitore. Kishte një rregull strikt. Vetëm 15 minuta mund të ndiqej seanca stërvitore, jo vetëm nga mediat e huaja, po edhe shqiptare. Pra me një precizion në çfarë do lloj aspekti. Prandaj thash është treguar një rreshtër i vërtet, sepse në përfundim të 15 minutave ku të gjithë mund të xhironin pamje dhe të ndiqnin apo të bisedonin me lojtarët, pjesa tjetër pastaj ishte me dyert mbyllura dhe security që ishin rreth fushës stadiumit bënin gjithkohën detyrën për të mos lënë askënd të shikonte qoftë edhe gjën më të vogël nga taktikat e tekniku De Biasi. Ka funksionuar, më ka bërë përshtypje, sepse në pjesën më të madhe të kohës funksiononte me 2 seanca stërvitore, pra ishte seanca e paraditës që niste rreth orës 10 dhe stërvitja e pasdites që zakonisht varionte rreth orës 5 ose 6. 5:30 ose 6. Ishte ajo nxemja e fundit para. Seancat taktike kryesisht janë pasdite, ndërsa paraditja është më e qetë, shlollse dhe përdorej edhe stërvitja e terapisë kinetike për të hequr presionin nga futbollistët tipik italian Gianni De Biasi edhe në këtë rast. Natyrisht e di këtë pjesën emotive. Dhe kemi parë një grup shumë solid në të gjitha aspektet. Qoftë në stërvitje, qoftë në disiplinën e treguar ndaj trajnerit, qoftë edhe në marrëdhëniet mes tyre. Duhet të funksionojmë grup, sepse është gjithmonë e tendenca për të krijuar atë emrin personal, funksionojmë grup. Funksionojmë grup dhe kjo ndjej pra në të gjitha drejtimet. Gjatë gjithë kohës. Ishte gjë e bukur në fakt të shikoje lojtarët edhe gjatë konferencave për shtyp kur flisnin për dikë tjetër, fjala vjen për kapitenin Cana, sepse ndeshjen e fundit ai nuk u përfshi informacionin titullar. Ka një lloj solidarizimi të gjithë lojtarëve kundër gjithë tjerëve. Pra, si ajo shpreha që përdorim ne një për gjithë, gjithë për një. Po. Kjo ishte frima kombëtare. Dhe është një arritje, edhe në aspektin futbollistik, sepse dim që ego është gjithmonë për tu evidentuar gjithë secili, por kombëtarja në këtë aspekt ka fituar, jo vetëm rezultate, por edhe në performancë, sepse fundit ajo që të gjithë mendonim dhe shpresonim ishte që Shqipëria mos ishte ajo skuadra jastëk apo trampolin ku tjerët të vënë këmbën mbi pedal dhe të hidhen. Ne u treguam skuadër e denjë për Francë 2016 kundër çdo kundërshtari, madje edhe kundër Francës, dhe vetë francezët e pranuan që dhe ishte e egzageruar një fitore 2-0, po egzageruar ishte dhe fitoria. Madje kujtoj në një bisedë me Gianni De Biasin dhe Tramezanin pas ndeshjes me Francën, kishte një zhgënjim shumë të madh për mënyrën se si u psua goli dhe Tramezani më tregoi një thënie të De Biasit ndaj ajetit në momentin kur kërkoi zëvendësimin dhe doli sepse ishte i pamundur për shkak dëmtimit. Të kishe vdekur në fush, i tha Gianni De Biasi ajetit. Se ishte pikërisht momenti kur nuk duhet të ikje. Kur nuk duhet të dilte dhe ne u ndëshkuam me golin. Ndoshta fati është kokëfort, ndoshta mund ta kishim mësuar edhe me ajetin, po. Po pra, po gjithsesi mundohesh të gjesh argumente justifikuese për gjërat se si ndodhen. Megjithatë, ne vazhdojmë të ndjejmë ethet e Europianit, patjetër Reno, sepse tashmë na u desh të u kthenim nga skuadrat e vjetra, me cilat bënim tifa, apo jo? Ne vërtet këtë herë ishim në Francë 2016, po gjithmonë jemi bërë tifoz me skuadrat e tjera, kështu që... Pikërisht. Ja sot për shembull është një përballje decizive me emocione shumë të mëdha, janë shqiptarët përballë njëri tjetrit. Sot edhe tifozëria është ndarë, sepse janë 2 nga skuadrat më të titulluara, 2 skuadrat më të famshme, 2 skuadrat më të dashura për shqiptarët në kontinent.
Pritet ta akmerret Gjermania. Nuk do ta lëm Brazilin jashtë. Natyrisht. Po le të flasim për këto që janë mirë. Patjetër. Titujt sot ishin Gjermania pret ta akmerret. Mendon se do ta akmerret si ke pritshmëri? Ka shumë vite Gjermania që pret ta akmerret, sepse në një kompeticion madhor kur nuk ka arritur ta mund Italinë. Ka 4 barazime dhe 4 humbje, madje në fazën me eliminim ka këto 4 humbjet, kështu që për Gjermaninë duhet mendohet mirë para se të tentojë akmarrjen. Është favorite Gjermania, është favorite, po të mendosh edhe thjesht faktin që është një grup që luan për të paktën 5 vitesh bashkë, ndërkohë që Conte ka një tjetër projekt, i bazohet lojtarëve pa emër, gjë që në fakt e ka bërë edhe Marcelo Lippi në 2006 kur ka dalë kampion bote, dhe është pak a shumë e njëjta frymë, por Lippi kishte diçka më të lehtë, sepse kishte sulmin e kishte me potencial të jashtëzakonshëm, kujtojmë që ishte Del Piero, Totti, ndërkohë që Conte këta nuk i ka. Ka një skuadër që vrapon sipas asaj që i kërkon Conte, një skuadër që reagon sipas asaj që i thot trajneri, dhe një skuadër që do fitojë siç i thot trajneri. Dhe kjo është arritje e madhe, do me thënë që të mundesh t'i qosh deri në fund, po themi të gjitha ato këshillat e trajnerit, është një skuadër e konsoliduar. Megjithatë, italianët ishin të çmendur në përballjen e fundit. Pra kishin një temperament edhe një zjarr në fush dhe arritën, po themi. Italia ka një avantazh, po e marrim të tillë, një avantazh në lidhje me kombëtarët Spanjën, konkretisht. Futbollistët e Spanjës, pjesën më të madhe të tyre e kanë strapacuar veten deri në limite të maksimumit të ndeshjeve. Si na zgjenjeu kjo Spanja, nuk e di. Ndërkohë që Italia është më e çlirët nga këto. Shumë prej lojtarëve të Italisë shohim këtu emra si Parolo, Candreva, Eder, Pelé, kanë bërë vetëm ndeshje kampionati. Ndërkohë që tjerët kanë bërë Champions League e tjerë. Po, pra, kanë kaluar disa faza. Forca e skuadrës Contes është sigurisht ai sistem që Conte e njeh mjaft mirë, 3-5-2-shi, e ka aplikuar me shumë sukses te Juventusi, po e aplikon po me aq sukses, ndoshta as vetë nuk e kishte menduar që do i funksiononte kaq mirë edhe te Italia, dhe i bazohet një mbrojtje të formatit Juventus, Bonucci, Barzali, Chiellini dhe Buffon, kapiteni, që është pjesa më e fortë e Italisë, kam përshtypjen. Fakti që ka psuar një gol, Gjermania nuk ka psuar fare, po... Gjithsesi, pra, një port e hekur mund konsiderohet, si do që tjetë. Patjetër, dhe italianët janë mjeshtra edhe të taktikës, të faullave të zgjuara, të lëvizjeve deri diku në limitet të fair play-t, janë mjeshtra. Jo më kot është skuadra që ka më shumë karton të verdh në Francë 2016. Nuk është rastësishme edhe kjo pjesë. Dhe çdo kundërshtar ka shumë të vështirë të përballet me Italinë. Për më tepër që statistikat nuk është se i japin drejt Gjermanisë. Gjermania ka një skuadër që e ka macën e zezë, dhe kjo është Italia. Italia që tregon çdo herë që pasi del nga faza e grupeve, është kundërshtari që askush nuk do ta ketë përpara. Pra, duhet i trëmbesh. Patjetër, ata shndrohen në një skuadër, nga një skuadër në grupe ku mund të jetë me limitet performancës, e dobët, kalon me barazime, me... Për te fazës grupeve pastaj, ata bën ata kampionat që kanë aq shumë... Që ke pritshmëritë që do jenë të tilla edhe sot? Kam pritshmëri për një ndeshje të jashtëzakonshme të Italisë dhe Conte nuk zgënjen kur. Italia ndoshta edhe mund mos e fitojë, sepse po ta marrësh nga ana e kualiteteve, Gjermania ka kualitete shumë të larta dhe pjesa e mesfushës dhe lart, sepse në mbrojtje, flasim që ekuilibrat janë deri diku të dukshme. Sepse po flasim për një skuadër që ka psuar një gol dhe një skuadër që nuk ka psuar një gol. Një skuadër që bazohet tek mbrojtja e 2 skuadrave më të mira të kampionatit vendas dhe një skuadër tjetër që është Italia që bazohet e tëra në mbrojtjen e skuadrës kampione. Kështu që ekuilibrat janë në mbrojtje, ndërsa pjesa tjetër pastaj po të shohim Florenzi, Giaccherini, De Sciglio, janë shumë larg Parolo, Sturaro apo De Rossi, kushdo qoftë. Janë shumë larg asaj që propozon Gjermania, sepse Gjermania është, mos harrojmë, Khedira, Toni Kroos, Müller, Götze, Draxler, disa emra të frikshëm nëse i shohim në aspektin individual. Po shohim edhe pas shpinës, është Ozil, Müller, Draxler, Khedira, Kroos, për më tepër që ka dhe zgjedhje pafund për të bërë lëv.
Nuk është puna se i mungoj Draxler dhe u vunë vështirësi. Ka një opcion të dytë, po ka ishtë mirë. Shurle, ka Götze, ka Podolskin. Podolski është me i dopti që a i mund të fusin fush. Kështu që në një farë mënyre, kjo sfide sotme do t'jetë nga të egrat, me shumë emocion pa tjetër, jo vetëm për italianët dhe gjermanët, po për mbar botën, që bëjnë një tifozëri tashmë historike për këto dy skuadra, edhe shqiptarë, thash, do të ndarë sot dy pista shumë të zjarta. Nëse do të bëni një parashikim, mendoj që Conte nuk do t'a presi Gjermanin. Sepse nëse vijet në mbrojtje dhe pret Gjermanin, do t'a ketë shumë vështirë të përballoj atë performancë që jep Gjermania. Në 4 ndeshjet e para të kampionatit evropian Francë 2016, Gjermania ka një zotërim të topit 69%. Një skuadër që ka 69% zotërim të topit, do të thotë që të është instaluar të 16-qja dhe herët avon do të bëj golin. Kështu që ai do të ketë, mendoj unë, një performancë të njëjtë me atë që bëri ndaj Spanjës. Pressing të lartë, asfiksus, ndaj lojtarit zotërim topit, për mos ta lënë të organizohet. Nuk e las Spanjën të merrte frymë. Nuk do ta lejas Gjermanin. Edhe Gjermania, mbetet për të parë në po e presim me shumë emocion. Ndërkohë, ka patur edhe surpriza Wales si mbrëm, ka mundur të kalojë në gjysmë finale. Është hera e parë që kalon në gjysmë finale mundi Belgjikën. Është hera e parë që debuton finale në një kampionat evropian. Dhe gjysmë finale është, nuk e di... E meritonte, do me thënë, fati e ndihmoja për Walesi një skuadër që e meritoj kalimin në gjysmë finale. Sepse Walesi tregoi jo vetëm që është një skuadër e konsoliduar, po tregoi që është një skuadër me zemër, sepse të jesh në disavantazh ndaj favoritit kryesor, që ishte Belgjika në këtë rast. Sepse, plasim qartë, nëse Walesi ka një Bale apo një Aaron Ramsey, Belgjika ka 11 dhe 4-5 janë stoli rezerva që janë do me dhe një surpriz. Ajo që penalizoi Belgjikën në këtë rast, duhet ta themi, ishte mungesa 3 mbrojtësve titular që e vurin vështirësi teknikun Mark Bilmats. Unë mendoj që ajo mungesë e vendosi këtë ndeshje, sepse nëse Belgjika do kishte të njëjtin repart defensiv që kishte deri në ndeshjen çerek finale, gjërat nuk do të ishin kaq të thjeshta. Dhe pikërisht po të shohësh golat, kanë qenë penalizimet të gabimeve amatoreske që ka bërë Belgjika në repartin defensiv. Që është fatkeqësi, do me thënë që ti ndodhni... Megjithatë, Walesi tregoi kishte moral, zemër, dëshirë, kishte të gjitha për të arritur këtë gjysmë finale, gjë që e bëri. Ishte një skuadër që sigurisht as vetë ndoshta se kishte menduar që mund të arrijë deri këtu. Mirë, ndihmoi dhe fati pak, se edhe ne i kishim këto tiparet që ti the, po. Fati në minutën fundit. Ne i kishim, po ne nuk kemi një Gareth Bale, siç e ka Walesi, një lojtar që në 4 ndeshjet e parë shënoi 3 gola dha 2 asist, udhëhoqi Walesin deri tani, madje nëse do të zgjidhim mes lojtarëve të mëdhenj që kishte ky kampionat evropian, kam përshtypjen që Bale është ai që ka dhënë pritshmëritë më të mëdha, sepse askush nga të tjerët nuk është treguar në nivelet e Bale, po të llogarisësh që ka Walesin. Po pra. Pas, nuk ka as Franca, nuk ka as Gjermaninë. Po pra, ndonjë skuadër le të themi me potenciale shumë të mëdha. Bale është treguar absolut në protagonizmin e tij me fanellën e Walesit. Mund të themi që Walesi ishte një skuadër surprizë apo ka patur ndonjë skuadër tjetër në këtë europian që na ka surprizuar dhe që ndoshta nuk e prisim rezultatin. Duhet presim edhe nesër. Po pra, sepse është Islanda. Po. Islanda e cila gjithashtu deri më tani e ka shokuar gjithë Britaninë e Madhe me atë që i bëri Anglisë. I bëri një Brexit Anglisë, edhe në aspektin sportiv i qelloi. Kam përshtypjen që francezët duhet mendojnë të mbyllin La Manche-n paktën për të ditë që mos t'i kalojë këtej nga krahu i vet, sepse do ishte një katastrofë që një skuadër si Islanda më e vogël nuk ka se ku të shkojë, të nxjerrë jashtë 2 fuqitë më dha, Anglinë dhe Francën. Edhe Francën, po. Megjithatë nuk mendoj se do ketë surprizë. Islanda arriti me shumë eri deri këtu ku është, po deri këtu. Nuk mendoj që Franca do t'i lërë gjërat në dorë të rastësisë. Ka shumë kualitete Franca dhe edhe një trajner që më pëlqen shumë për mënyrën se si ndryshojnë gjërat kur është që nuk funksionojnë. Dhe Didier Deschamps ka treguar që e ka ndryshuar vazhdimisht Francën deri në një performancë që arriti të dominojë, të arrijë tashmë çerek finalen dhe të kërkoj pse jo edhe trofeun final. Do të shohim, sepse gjysmëfinalja për Francën
nëse del parashikohet shumë e vështirë, një mes Italisë dhe Gjermanisë. Mbetet për të parë, ndonjë pritshmërisë apo jemi herët se kush e merr kampionatin? Favoritët e mëdha janë Gjermania, Italia dhe Franca. Nuk mund ta përjashtoj Francën. Pra duhet kaluar edhe kjo fazë, atëherë mund të krijojmë ide të qarta se kush do të mundet ja dalë apo jo deri në fund. Kam përshtypjen që ajo që do fitoj gjysmëfinalen e kraut të Gjermanisë, Italisë, Francës do marrë dhe kupën. Kështu që mbetet për të parë, jemi në ato ditët dhe momentet kyçe. E në faleminderit shumë që ishe këtu në studio me mua sot. Unë munduam të përmbledhim, ka ndodhur shumë ngjarje, zhvillime, përsa i përket Euro 2016, megjithatë në vijat përgjithshme flasim për këto situata të momentit fundit, pritshmëritë, skuadrat surprizë, por edhe talentet e evidentuara në këtë kampionat. Shkemi njërë në hapësirën tonë publicitare, do të ndryshoj atmosfera pas pak në studio, do të kërcej, do të ketë hare, do të sillim traditën shqiptare me kostumet popullore, mos u largoni. Kemi ardhur në studio dhe sikurse që pak më parë lançova, studio është mbushur plot e për plot. Kemi traditën e cila vjen her pas here nëpërmjet kostumeve tradicionale popullore shqiptare, por mbi të gjitha e bukur është se ato vinë të veshura nga fëmijët dhe tregon se në një farë mënyrë kjo kulturë do të trashëgohet dhe do të transmetohet edhe tek brezat e rinj. Por kanë kënaqësinë e veçantë kemi në këtë studio një mikesh. E rikthejmë pas disa kohësh. Jola Kotja është për mua në studio. Mirë se erdhe, Jola. Mirë se të gjeta, Stella. Faleminderit për ftesën. Në gatishmëri të plot çdo herë për të investuar tek brezi i ri, për të mësuar atyre se si të jenë performues shumë të mirë i të gjitha zhanreve në fakt, edhe pse kemi dashur që fillimin e këtij minutazhi ta sjellim nën petkun e kostumeve popullore. Sa bukur që tradita vazhdon tek brezat e rinj. I duan këta fëmijë të veshin kostumet apo jo? Kanë filluar t'i duan. Në fillim me pak vështirësi, tani janë shumë të lumtur kur në shfaqjet që kanë do veshin kostume popullore do kërcejnë valle, është pjesa që ju pëlqen më tepër dhe kanë filluar nga bazat latine na kërkojnë ju lutem na bëni edhe një valle të re. Pra, ja injektuat atë dëshirën. Ju injektua. Për të veshur edhe kostumet popullore, të cilat është bukur sepse ju vetëm mësoni që të jenë interpretuese të mira të valleve, por përçoni edhe një kulturë, pra keni një mision të dyfisht, Jola. Po, është shumë e rëndësishme, me të drejtën ato kur ishin më të vogla akoma nuk e kuptonin shumë mirë. Thjesht thoshin, valle popullore çan këto, kurse tani janë mësuar edhe ato me idenë që është diçka që duhet ta marrin, ta mësojnë ashtu siç duhet, mos ta transformojnë dhe të kenë mundësi edhe ato ta transferojnë. Është e lehtë për të mësuar nga fëmijët vallja se ne të rriturit edhe na është vrarë syri duke parë nëpër evente, nëpër festa të ndryshme për fëmijët, si vjen kombinimi hapave. E kanë të lehtë të vështirë ju lodhin ju? Përgjithsisht duhen, domethënë që fëmijët kanë kërcyer rreth 2 vite më përpara, domethënë të jenë marrë me bazat baletit, kërcime moderne, që më pas t'i fuzesh ke vallet popullore. Pra nuk mund direkt të hidhen tek vallet. Jo, sepse mund të mësojnë lëvizjet e valleve, por është problemi i figuracioneve, se vallet popullore kanë shumë figuracion, lëvizje pozicionesh dhe duhet patjetër të kenë pak eksperiencë me skenën që të mësohen me vallet popullore. Atë shohim mirë bashkë këto figuracione për të parë se si vinë le themi të interpretuara nga fëmijët, të doja muzika më njëherë të ngrihet dhe të shoh të gjitha këto bukuroshe që po i shohim tani në kamera të performojnë me këto kostume. Le të ndizet atmosfera.
Shumë mirë, thotë Zyshiola, dhe me të drejt e thua, sepse ishin, bravo ju qovë gota, s'kemi shumë duar trokitje këtu, po jam e bindur që atje ku na kanë ndjekur tani kanë ngritur volumin e ekranit në maksimum, sidomos ato që kanë ceremoni dasmash, është shtunë, është fundjavë, kështu që keni kërcyer zërës e kishit të gjitha këto talente brenda atmosferës tuaj. Dhe në fakt, kostume popullor është shumë i bukur, tashmë edhe në ceremonit e dasmave, vazhdojnë gjithmonë më tepër e shohin prezencë. Se duke sikur erdhën në një kohë, ishin prezent, do mërzisnim dhe do gjenim diçka tjetër. Por jo, duan po njësoj, apo jo, Jola? Faktikisht erdhën një kohë, erdhën me shumë vrull, pastaj u zëvendësuan pak nga kërcimet indiane dhe belly dance, që ishte një gjë që nuk përkon fare me traditën tonë, edhe nuk e di domethënë se si u bën aq pa pritmas, aq pranishme në dasma. U bën pak më trendi. U bën trend, por domethënë nuk para përshtateshin me dasmën dhe pati një vit e gjysmë që pati pak rënje dhe tani është rikthyer tradita më fuqishëm se ç'ishte më përpara. Dhe vazhdon kërkohet gjithmonë më tepër. Kështu që në një farë mënyre, kostume popullore do t'i shohim kudo në për ceremoni dhe sigurisht interpretohen nga të gjitha moshat, patjetër të rriturit, edhe ju profesorët bëjnë të gjithë grup dhe jeni në këto ceremoni, por shumë kur në fakt nëse edhe fëmijët do t'ishin pjesë e këtyre festave. Besoj her pas here alternojnë? Ka raste që kanë filluar të kërkojnë shumë dhe fëmijë. Tani, sidomos në ditëlindjet e fëmijëve të vegjël, kanë filluar që kërkojnë grupe fëmijësh që të vinë kërcejnë. Qoftë me kostume popullore, qoftë me kërcime moderne, po kanë filluar shtohen shumë. Ka raste që edhe në përdasma kërkojnë që domethënë vinë fëmijë të vegjël, megjithse vazhdojnë preferojnë grupet e mëdha me idenë e perfeksionit. Po s'duhet harru që edhe fëmijët janë perfekt. Bravo i qoftë juve që e keni mësuar, Jola bashkë me Isidën, dy koreografet që merren pikërisht me talentet e vegjël, dhe në fakt është aftësia e juaja, por edhe këtyre talenteve që i kanë përshtatur dhe përputhur siç duhet. Tani për shembull do bëhet kjo studio me disa çapkënë të vogla, të veshura kaq bukur nga kostumet, do të shohim disa flutura, disa kukulla. Hajde më njëherë dua t'i ftoj këtu, të cilat i japin një lezet të veçantë kësaj studioje. Jeni gati të kërceni? Ja, një zëri janë të gjitha gati, kthehemi të gjitha me fytyra ndej nga kamera, qëndroni këtu dhe fillojmë. Pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 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 Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. And then you go on gummy Marty, get him, la la. Get a dance hall Marty, and I get party pop. And then you go on gummy, see me cuddle on mumbo chura. My baby, get a mind, dance hall party pop. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Ba-doo-dee, party-dee-dee. Ba-dee-doo-dee-dum, gummy bear. Oh, 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 oh. Be-doo-be-dum-dum. Be-doo-be, gummy bear, party pop. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 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 3 times you can bite me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Janë të bukur edhe këto detajet që karakterizojnë fëmijët e vegjël, pa qëndrueshmërit. Në fakt shihnin edhe instruksionin që kishin nga video që është engas për fëmijë, por besoj është shumë e bukur të punosh me ta, Jola.
Është shumë e bukur, me këtë kukulla të voçkla kështu, si kukulla elektronike duket. Është shumë e bukur dhe sidomos kur i shef që kërcejnë për shembull në televizion apo në shfaqje gjatë gjithë kohës qesh. Pastaj në periudhën që jem prova gjatë gjithë kohës pavarësisht se e di që janë shumë vegjël dhe nuk mund të jenë perfekt, ti kërkon perfeksion nga ata. Dhe gjatë gjithë kohës që ne vrikosesh, dhe gjatë gjithë kohës që kërkon më të mirën, pavarësisht se ata 3 vjeç, 4 vjeç janë dhe normalisht aq është ajo që ato mund na japin. Pavarësisht kërkesat janë gjithmonë shumë të larta. Se të mendosh 3 vjeç, do me thënë, ne pretendojmë që fillojmë të mësojmë ato gjërat normale të lëvizjeve në jetën e përditshme të fëmijëve dhe jo të kërcejnë. Ashtu, megjithatë, është bukur t'ja kultivosh këtë ndjenjë që në moshë fare kaq të vogël. Qoftë edhe për kulturë, nuk do bëhen të gjithë balerina në të ardhmen, por të paktën do kenë një gjë të bukur apo jo një eksperiencë bukur brenda vetes. Minimalisht nuk do jenë të ndrojtur dhe në çdo ambient që do jenë shumë më të lirshëm se pjesa tjetër që nuk janë marrë me një aktivitet. Ndihmon pra shumë në aspektin social fëmijët. Dhe unë besoj që një pjesë të prindërve, kam dëgjuar kështu edhe në rrjet shoqëror shpeshherë, duan t'i sjellin më tepër që t'i krijojnë një aktivitet dhe një marrëdhënie me fëmijët e tjerë. Pra mund t'jetë ky qëllimi kryesor edhe pse ju keni qëllimin t'i bëni profesionist. Domethënë, besoj është edhe kjo shtysa kryesore tek prindrit. Një pjesë shumë e rëndësishme që ne i kushtojmë orës tonë mësimit është pjesa që fëmijët socializohen me njëri tjetrin dhe të kalojnë një orë ndryshe. Sepse sot fëmijët kanë shumë pak aktivitete për të bërë dhe me përjashtim të kurseve private, çfarë do lloj qofshin, fëmijët nuk është se kanë ndonjë argëtim tjetër. Kështu që është një mënyrë shumë e mirë përveç se të mësojnë diçka dhe të kalojnë një orë të gëzueshme me shokët dhe me shoqjet e tyre. Dhe besoj e keni me faza të ndryshme, që do të thotë fëmijët 3 vjeç që nisin me këto kërcime që janë enkas për moshën e tyre dhe në mënyrë graduale, po themi, rrisni numrat e performancave. Ka një rregull që besoj ju e ndiqni në fazë në varësi të moshës. Pa diskutim. Sot ishte një grup i përzier nga 3 deri në 5 vjeç e gjys 6, kjo sepse kemi marrë dhe pushime dhe jo të gjithë fëmijët i kishin pranishëm, po përgjithsisht fëmijët janë ndarë në grupe 3 deri në 5 vjeç, 5 deri në 7 dhe pastaj 7 e më lart. Dhe në secilin prej grup moshave ka një program të caktuar për ta që vjen, domethënë, duke u vështirësuar. Nëse ne shohim që një fëmijë edhe i moshës 3 deri në 5 është një fëmijë që ka goxha të dhëna, mund të ta kalojmë te grupi 5 deri në 7 vjeç. Sepse ka të tillë besoj. Po ka të tillë. Kështu që është nevojshme në një farë mënyrë ju ta përfshini fëmijën tuaj në një aktivitet të tillë, sepse duhet konsideruar aktivitet kulturor, social, ka të gjitha brenda, dhe më pas nëse është një talent do të evidentohet edhe do të përcaktohet rrugës. Bëhemi gati për të pritur edhe grupin për performancën e fundit, sepse minutat e transmetimit ikin si pa kuptuar dhe në një farë mënyrë kuptojmë që fëmijët duhet që gjatë javës të kenë këtë lloj aktiviteti. Sa herë në javë është e rëndësishme të bëjnë të tilla aktivitete? Tani ne grupin e aktivizojmë 2 herë në javë. Mirë do ishte të ishin minimalisht 3 herë në javë, duke qenë se domethënë ka nevojë që të nevoja është kështu. Nevoja është e tillë. Por nga ana tjetër fëmijët sot, duke siç e tham, nuk kanë aktivitete të tjera, angazhohen shumë kurse, dhe një është në kurs piano, një është në anglisht, një është not. Kështu që mundësia e vetme është që ne të punojmë 2 herë në javë me ta, nuk kemi mundësi të punojmë më tepër se sa kaq. Kështu që duhet që të paktën 2 herë në javë të hedhni mundësinë fëmijëve, apo jo, për të bërë një aktivitet të tillë. Tani gjatë verës, besoj largohen nëpër plazhe dhe rikthehen po të njëjtat fëmijë në sezonin në shtator? Përgjithsisht grupi i madh mbyll qeshorin dhe largohet, ndërsa grupi i fëmijëve të vegjël vazhdon edhe muajin korrik. Muaji gusht është pushimi, dedikohet vetëm çifteve që martohen, ndërsa në shtator rikthehemi fuqishëm me përgatitjet për shfaqjen e fundvitit pastaj. Ju besoj jeni në një fazë ku po punoni fort edhe me çiftet apo jo? Po, është pjesa më impenjative. Por kërkon një lloj përkushtimi sepse performanca e çiftit është ajo që është në fokus në qendër të vëmendjes të të gjithëve, apo jo? Tani dasmat janë bërë si sfidë, kështu që konkurenca. Dhe shumë e rëndësishme që, domethënë, çdo çift ka shumë të rëndësishme pasi shpenzon një sasi të konsiderueshme parash për dasmën e tyre, mos e lënë atë për diçka të vogël, për rreth 10 seanca që mund 10 orë që mund t'ju kushtojnë për të mësuar të kërcejnë, sepse fundja fundit dasma është e tyre dhe nëse ata nuk janë yjet asaj nate, kush do jetë. Besoj të gjitha janë duke nisur nga valsi hyrës apo ndonjë interpretim dhe i çmendur në hyrje, sepse në një farë mënyrë e dim që çfarë nuk po provohet tani. Kërkesat kanë filluar, kanë ndryshuar. Nga valsi tani kanë filluar në tango, në kërcime moderne, varet, kërcime grupi ku përfshin edhe shoqërinë. Pikërisht. Por megjithatë, tradicionalja është që çdo çift mëson valle popullore, qoftë edhe ata që pretendojnë që dinë valle popullore, mësojnë diçka që është akoma më e sofistikuar dhe pastaj kalojnë tek vallëzimet, në vallëzimet në çift, një vallëzim për momentin e hyrjes dhe një vallëzim për momentin e dytë. Kështu që bëhemi gati për grupin tjetër të fëmijëve, janë gati tashmë për të performuar dhe sigurisht bëhen gati për të në studio, jemi në minutat e fundit që duam të mbyllim pikërisht me atmosferën që fëmijët do të sjellin, janë një fëmijë të dashur, futuni të gjithë brenda. Kështu që teksa fëmijët bëhen gati, dua të falenderoj ty Jola që ishe këtu me mua në studio.
edhe që nga të regoja pak nga eksperienca, po themi, e punës së përditshme, do të kemi dhe raste tjera të nësillni talentet të tjera. Tani jemi të gjithë të përkushtuar për të parë se si do t'jetë kjo performancë e fundi. Unë gjë rastin edhe t'ju falenderoj ju miqtë të dashur që gjatë kësaj jave keni shëndruar me mua në këtë transmetim, po ju përshëndes tani se nuk dua bukurinë në kërcimit që do të vi tani ta zbe me fjalët e mia. Në fund, Jola, faleminderit. Faleminderit Stella. Mirupafshim dhe ju publik i dashur, shihni kërcimin.